Ju keni mbaru studimet bachelor. Deri sa po ndërlidhet teoria me praktik? Atëherë, teoria me praktik absolutisht që lidhet. Ndoshta fatën e kam pasun që këtu kam qenë vazhdimisht. Sa kam qenë e pa diplomuar, kam ndihmuar në sen, po tashti edhe këshillat e mia po i marrim pak më seriozisht. Këtu na bjen me u marr me gjithçka, duke fillu për sistemi të ujitjes edhe ushqimit, cilët e kemi me sistemin pik-pik, do me thonë me nivellet e ushqimit, me sasinë e ushqimit për bim. Sfidë tjetër është edhe prania e patogjenëve ose sëmundjeve, të cilat për momentin i kemi në kontroll dhe nuk kemi pas ndonjëherë një problem të madh në këtë plantacion. Toka apo të dëgjojnë. A në vëmendshëm mësimet që ju i ofroni këtu pronarit alçan kësaj? Po, po, tash në fillim ka pasur më shumë vështirësi, po tash po. Po edhe kanë pa nashta vazhdimisht punën edhe kanë provuar ndonjëherë këshillat e kështu dhe tash nuk është problema e punë. Po tregova, nuk kemi pas ndonjëherë probleme të mëdha në plantacion. Këto mirëmbajtje, mbikëqyrje janë në nivel të kënaqshëm. Këtë ndërlidhje ushqimi, trajtimet, këtë janë me cilësitë prodhimit. Ndërka sa keni vret ju diçka që ju nuk e keni mësuar atë në praktik, në teori e këtu po mësoni. Njëri këtu e mëson nashta vazhdimsinë, po ne edhe në studime kemi mësuar gjithmonë parandalimin para kurimit, qoftë sëmundjeve ose dëmtuesve. Na e parashikojmë rrezikun, nëse vrejmë me kohë, intervenojmë me kohë, pa prit që dami me u bë i madh, duke marrë parasysh se mas ne edhe intervenimi është më i madh, kostot janë më të larta edhe plot. E bygun, atje po shohim bygun e drunit. Po. Boranica si kulturë ka nevojë për sasi më të madhe të ajrit në rënd, domethënë ka sistem rrënjuar më të brisht, edhe i nevojitet këto ndërhyjet edhe shtimi vazhdimisht i bykut, i mbetjeve drunore. Një kohë kemi bërë edhe me mbetje të halureve, të cilat kanë aciditet më të lartë, që boranica si përshtatet shumë më shumë. Kemi vërtetë që ka boranica në saksi. Ku është dallimi mes kësaj boranicën në tokë, në hapësinë edhe në saksi që është? Po, boranica në tokë, nëse domethënë është varet prej vetive tokës. Në toka acidike, domethënë boranica preferon toka acidike, edhe këtu kemi tokë acidike, edhe kemi mbjell direkt. Në vazë është kur nuk përshtatet mirë me vetitë e tokës edhe mbjell në vazën. Vaza atë shton sasit plehut edhe materie që kanë aciditet. Do të thotë, në atë vend ku është kultivuar boranica në vazë nuk ka pasur tokë me aciditet, por është importuar toka dhe është importuar, tashëm kemi pasur raste nga Finlanda. Kanë ardhur disa boranica kanë dhe nga Finlanda. Po, ajo është për shkak vetive të tokës. Vetëm kjo pjesë që tua gjithë këto pyje kanë këtu. Po, në toka ndryshon, po këtë pjesën këtu është acidike toka. E tash Blerina si ere me bujqësi je me lavd, nga rrethi, me bindje për vetveten, a je është gënyma apo je krenare me punën? Jam krenare, po edhe nuk e shty shumë në krahasim me prindrit për shembull, ose rrethin këtu që kanë përvojë shumë më të lartë. Aty duhet një farë stabiliteti. Sikur unë që jam të studiu ende, sikur këta që kanë përvojë. Do të thonë mirëm i vesh. Për nga përvoja dhe për nga studimet. Dhe krenare edhe rrethi e çmon punën e ju? Po, një herë për një herë po. Pjesë familjes edhe rrethi. Po. Lum ajo që mëson bujqësinë edhe kryen punën e bujqësi. Për lum nuk e di, tek ne ende paragjykohet pak. Shihet shtrembër, po si njerëzit je re, a ndron me dalë jashtë? Jo, për momentin jo. Ka punë edhe në Kosovë? Ka. Ka, fitohet edhe këtu? Fitohet. Edhe Blerina nuk mendoj me dalë jashtë. Jo,